Arsyeja pse fëmia juaj ecën në majë të gishtave. Ecja në majë të gishtave mund të jetë normale për të vegjëlit e moshës 12-15 muaj, pasi provojnë në pozicione të ndryshme të këmbëve. Në përgjithësi, kjo lloj ecje nuk është asgjë për të shqetësuar derisa fëmia të mbush 2 vjeç. Zakonisht ajo ndalet në moshën 5 vjeçare. Nëse fëmia juaj nuk e ndalon këtë problem të ecuri dhe pas moshës 2 vjeçare, mund të keni nevojë të shikoni një mjek. Kontrolloni së pari këmbët e fëmijës suaj, pasi kështu do ta keni më të lehtë të dalloni edhe problemin. Edhe normalisht atëherë, nëse ajo fillon të ecë përsëri papritur në majrat e gishtave, mund të vuajë nga distrofia muskulare që mund të jetë shkaku, ose mund të keni probleme me shtyllën e kurrizorit të bebit, ose edhe probleme të ligamenteve të tyre. Në këto raste, është më mirë që të flisni me pediatrin për të parë nga afër shqetësimin që fëmia juaj mund të ketë që e çon të ecë në majrat e gishtave.